Por i kthehemi sërish në studio dhe tani ka momenti që të flasim pak më shumë për grupin i krijuar në rrjete sociale i quajtur Alp Kings në Kosovë, i cili përngjan shumë me grupin Dhoma Publike, me cilën Maqedonia e Veriut u përball para ca viteve dhe unë do mundem lirisht të them që jo në mënyrë të suksesshme e zgjodhëm situatën. Në lidhje direkte ne kemi Bedije Rexhepi, e cila është edhe avokate në Kosovë dhe do të na ndihmon pak më shumë për atë se çfarë po ndodh në këtë drejtim me Alp Kingsat. Përshëndetje zonja Bedije, besoj dëgjohemi. Regjia, unë nuk po e ndëgjoj zonjën Bedije këtu në studio, nuk e di nëse mund të rregullojmë, por gjithsesi diçka që është e shumë e ngjajshme është për shkak se ky grupi është krijuar një herë nga të rinj dhe më pas janë kyçur edhe anëtar të tjerë, janë ndarë fotografi intime eksplicite të vajzave, por edhe informacione tjera. Diçka pozitive është që nuk ka arritur, ose me aq njohuri sa kemi, nuk ka arritur në fazën ku të bëhet edhe prodhimi dhe distribuimi i pornografisë, siç ishte edhe rasti i Dhomës Publike, por që për më tepër do flasim edhe me Bedije Rexhepin, e cilën e kemi në lidhje direkte. Përshëndetje zonja Bedije. Përshëndetje edhe për juve. Fillimisht faleminderit shumë që pranuat ftesën, edhe pse ditë të ngarkuara për avokatët me seanca gjyqësore dhe me palë. Është kënaqësi. Fatkeqësisht do të flasim për një fenomen jo pozitiv, një fenomen negativ, për cilin unë po them që Maqedonia e Veriut është përballur vetëm para pak viteve me Dhomën Publike, kurse Kosova për momentin po përballet me te. A mundemi për publikun tonë pak më shumë t'japim informacione se si u krijua, si erdhi deri te ky grup, po edhe si u zbulua ky grup? Grupi Alp Kings realisht është një pasqyrimi i asaj që ndodhi më herët në Maqedoninë e Veriut me grupin famkeq Dhoma Publike. Grupi Alp Kings ka qenë një grup i krijuar përmes platformës Telegrami, i cili në vete kishte dikon 100.000 anëtar. Të njëjtit bënin shpërndarjen e materialeve kryesisht të gjinisë femrore, të vajzave dhe të grave, madje kishte edhe vajza të mitura. Të njëjtit kanë shpërndar fotografi, video, madje emra mbi emra dhe numrat e telefonit të këtyre viktimave, që në ndërkohë i shantazhonin përmes publikimit të tyre në këmbën të mjeteve financiare. Grupi Alp Kings fillimisht është zbuluar me rastin e denoncimit të viktimave, sepse duhet ta potencojmë që në këtë grup ishin shpërndarë edhe numrat e telefonit dhe kontakteve të gazetarëve. Dhe pastaj pas presionit të madh publik, Prokuroria Themelore në Prishtinë së bashku me njësitë policore të hetimeve kibernetike kishin identifikuar në atë kohë administratorët e këtij grupi, që edhe arrestimet e para kanë ndodhur para një viti. Ndërsa tani në marsin e këtij viti, antari kryesor apo administratori i këtij grupi është dënuar me 21 muaj burgim dhe me 5.000 euro gjop për veprën penale të vjedhjes së identitetit apo kredencialeve, si dhe për veprën penale shantazhi. Antarët e tjerë të grupit, një pjesë e tyre janë akuzuar për ngacmim, një pjesë tjetër për shantazh, për shtërngim, si dhe për vjedhje të identitetit dhe kredencialeve. Ne po themi këto vepra penale, unë direkt do të hypa këto vepra penale, pasi që në rastin tonë në Maqedoninë e Veriut ne s'kishim vepra penale për t'i dënuar antarët tjerë pos themeluesve të këtij grupi, edhe mbi 5.000 antarë të cilët kanë kryer vepra të rënda, unë do them të rënda penale, janë në liri tani dhe asnjëherë s'ka dalë para drejtësisë. A është situata e ngjashme në Kosovë? Kemi një vepër penale specifike e cila dënon për ndjekjen, shantazh, shkruarjen, kërcënimin përmes rrjeteve sociale sidomos? Tani, vjedhja e identitetit dhe kredencialeve, e cila bëhet kryesisht përmes rrjeteve sociale, është konsideruar si vepër që është përmbushur në rastin konkret, për dallim nga ajo që ka ndodhur me Dhomën Publike në Maqedoninë e Veriut, ku personat janë akuzuar për shpërndarje të pornografisë me të mitur, që në parim unë mendoj që duhet të ndryshohet legjislacioni për kitazi me veprat penale të krimeve kibernetike, sepse tani ku ne jetojmë në një botë digjitale dhe mundësitë për keqpërdorime të tilla janë shumë të mëdha, sepse çdo ditë jemi përballë platformave online, rrjeteve sociale, mandej edhe kujdesi i vetë qytetarëve në atë se çfarë publikojnë çdo ditë është
jo adekuat dhe jo i duhur. Besoj që edhe në Kosovë do duhej të bëjë një rishikim dhe një rishqyrtim i kodit penal për të mbuluar më në tërësi këto vepra penale të cilat mund të kryen përmes rrjeteve sociale, përmes internetit apo përmes platformave të tjera. Zonja Bedi, diçka që unë vrej, pasi që unë gjithë ne kemi përjetuar periudhën e adoleshencës, mirë po unë jam në kategorinë e trive që kemi përjetu përmes rrjeteve sociale, edhe e di se sa shqetësuese është shpërndarja e fotografive eksplicite, intime e kështu me radhë. A mund të sqarojmë për publikun se a është vepër penale një gjë e tillë nëse ti ke një fotografi dhe shpërndan të dikujt tjetër? Edhe njerë lutëm këtë pjesën e fundit nuk e ndëgjova mirë. Po, a mund të sqarojmë për publikun tonë se, në fakt, shpërndarja e këtyre fotografive, sepse bëhet shumë me një lehtësi shumë të madhe, sidomos nga adoleshentët sot, a është vepër penale dhe a mund të dënohet dikush për këtë veprim? Shpërndarja e pornografisë nëpërmes rrjeteve sociale realisht tek ne në Kosovë është vepër penale dhe është kogja e dënueshme. Nuk jam shumë e sigurt se si qëndron në Maqedoninë e Veriut, por besoj që edhe atje është e dënueshme për shkak se vetë anëtarët e grupit të dhomës publike janë akuzuar dhe janë dënuar për një vepër të tillë. Në parim shpërndarja e pornografisë me të mitër në Kosovë, sipas legjislacionit, është e dënueshme jo më pak se 5 vite deri në 15 vite burgim. Por nuk është shumë problemi të ndërtimi i legjislaturës edhe të ndëshkueshmëria e këtyre veprave, sa është problem njoftimi i organeve të drejtësisë, i personave të cilët bien prej këtyre grupeve ose prej këtyre shpërndarjeve të veteve. Sepse edhe në rastin e Alp Kingsit, në momentin kur prokuroria themelore në Prishtinë kishte filluar hetimet, ka bërë një thirrje publike ku ka ftuar të gjithë personat në parim këtu vajzat dhe gratë të cilat kanë qenë të dëmtuar dhe të përfshirë nga ky grup për të paraqitur së bashku me dëshmitë e tyre, dhe për fat të keq vetëm një numër i vogël i atyre janë përgjigjur thirrjes së prokurorisë dhe unë më shqetësuese e shoh këtë fakt. Tendencën e grave dhe vajzave që të luftojnë të vetme, e që realisht është një luftë e humbur, sepse nuk mund të luftosh e vetme kundër një grupi ta quaj kriminal i cili bën keqpërdorim dhe abuzim të zonave personale, e sidomos të videove të cilat edhe cënojnë dinjitetin e secilës grua dhe femër. Shpeshherë kur flasim për denoncimin e këtyre rasteve, besimi në organet hetimore dhe më pas gjyqësore, shpeshherë bëhet një prej arsyeve se pse viktimat nuk raportojnë. Rasti kur themeluesi dhe administratori kryesor tashmë janë dënuar, ose le të themi në shkallë të parë është dënuar, a mendoni që këto dënime duken të vogla për publikun edhe ndonjëherë ndoshta nuk i përmbushin apetitet për ta zbardhur drejtësinë? Tani, dënimi i cili është bërë në Kosovë nga gjykata tash në këtë mars më niste një muaj burgim dhe 5.000 euro gjoko për administratorin kryesor të Alp Kingsit, personalisht mendoj që është një dënim shumë i ulët, përkitazi me dëmin e madh që ka shkaktuar të viktimat, të gjitha ato gra dhe vajza që dhënat e tyre janë keq përdorur. Unë besoj shumë që prokuroria deri në këtë moment vetë se e ka apeluar të vendim për të kërkuar një dënim më të lartë, sepse realisht edhe qëllimi i dënimeve dhe i sankcioneve penale është që të bëhet fillimisht rehabilitimi i vetë personave që e kanë kryer këtë vepër penale dhe të krijohet një satisfaksion të viktimat, satisfaksion moral të themi, tek viktimat që kanë qenë prej këtyre sulmeve. Mendoj që dënimet duhet të jenë më të ashpra, sepse vetëm ashtu do të krijohet një siguri dhe do të krijohet një preventiv, sepse është mënyra vetme për të preventuar krimet digjitale apo krimet kibernetike. Sa është e rëndësishme që të raportojmë këto vepra penale? E kuptova tani. Raportimi i vepra penale realisht është hapi i parë i cili duhet të bëhet nga secila viktime e cila bie prej këtyre grupeve kriminale, sepse si të tilla veprat ose veprimet e kundërligjshme të kibernetike janë shumë vështirë të zbulueshme, jo vetëm në Kosovë dhe në Maqedoni, por edhe në vende më të zhvilluara ku mekanizmat e sigurisë kanë më të fuqishëm dhe më gjithë përfshirës. Tek ne në Kosovë, nëse një vepër e tillë nuk raportohet nga vetë viktima apo ndonjë person i tretë i cili ka rënë në njohuri për një veprim apo aktivitet të tillë, është shumë e vështirë të zbulohen. Pra, apeloj fuqishëm që gjitha gratë, vajzat, po edhe personat e tjerë të cilët bien prej shantazhit përmes
këtyre rrjeteve apo grupeve kriminale të raportojnë sepse të vetëm e kanë të pamundur t'i luftojnë. Po flasim për grupe të cilat në pjesën më të madhe janë anonim dhe ti asnjëherë nuk e ki idenë se kënë e ki ande i mbrapa. Deshta unë du të bëj pak krahasime me dhomën publike. Me diçka që ne u ballafaquam dhe u sfiduam në Maqedoninë e Veriut është edhe vetë aplikacioni ku është krijuar grupi i cili refuzonte të bashkëpunonte le të themi me organet e rendit. Unë me sa di FBI-ja është përfshi në procedurë. Sa vendet tona janë të gatshme t'i luftojnë këto krime vetë? Edhe një herë lutem? Sa vendet tona, Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, janë të gatshme që vetë t'i luftojnë këto krime, këtë lloj të krimeve? Realisht është e vështirë të luftohen si krime për shkak të natyrës së tyre specifike dhe mendoj, po flas për Kosovën gjithmonë, nuk po marr guximin me potencu dhe me folë edhe në emër të institucion në Maqedoninë e Veriut, por në Kosovë ka ende shumë mundësi edhe ka shumë hapësirë për me punu në drejtim të rritjes së kapaciteteve dhe të njohurisë të personave përgjegjës, përkita i brenda policisë dhe organeve të tjera për luftimin e këtyre krimeve. Janë shumë specifike dhe lufta e tyre fillimisht kërkon kapacitetin në aspektin e resurseve humane, po edhe të njohurive. Dhe tek ne nuk është që e kemi shumë pikë të fortë dhe të fuqishme këtë pjesë. Desha t'ju pyes pak më shumë rreth asaj se si po ndikojnë këto fenomene në shoqëri në Kosovë, apo sillin panik tek vajzat? Si është, le të themi shumë publikisht, mendimi? Tani, pasojat e grupit Alp Kings në Kosovë në fillimet e tij kanë qenë jashtëzakonisht shokuese për publikun dhe opinionin e gjerë, pikërisht për shkak të faktit që ne në parim jemi një shoqëri tradicionale, goxha shumë paragjykuese dhe kemi tendencë që të bëjmë stigmatizimin e këtyre viktimave, të cilat shumë herë vendosen edhe para turpit dhe para akteve apo situatave të papërshtatshme. Ajo që unë mendoj që duhet të bëhet është që gjitha institucionet dhe gjitha akterët duhet të punojnë më shumë dhe të bashkëveprojnë në mes vetit, duke filluar që nga familja, pastaj nga shkollat, policia, prokuroria, po edhe media dhe shoqëritë civile për të rritur vetëdijsimin, fillimisht që të kemi kujdes me atë se çfarë ne plasojmë në rrjetet sociale, e pastaj që të jemi shumë më të kujdesshëm, më të vëmendshëm dhe të kemi mbështetje apo të ofrojnë mbështetje për viktimat të cilat kanë qenë prej këtyre grupeve apo këtij rrjeti kriminal, sepse duhet ta potencoj që krimi apo dhuna digjitale nuk është diçka virtuale, është diçka reale, është diçka që vërtet ndikon dhe prek dinjitetin njerëzor. A vrejmë riviktimizim ose viktimizim të dyfisht nga organet e rendit në Kosovë në rastin e këtyre krimeve? Tani, viktimizim të dyfish ka pothuajse në gjitha rastet, sepse çdo viktime e cila ballafaqohet gjatë marrjes në pyetje, fillimisht nga policia, pastaj nga prokuroria, pastaj ballafaqimi në sallat e gjykatës me kryerësit të këtyre veprave penale, është shumë e rëndë dhe shumë e vështirë për të përballuar, andaj edhe e potencova paraprakisht që duhet të jetë një bashkëveprim me gjitha organet në këtë rast. Do duhej kur kemi të mitur të inkuadrohen edhe qendrat për punë sociale, pastaj psikologët, mbështetësit e viktimave të cilët tek ne në Kosovë veprojnë në kuadër të prokurorisë themelore në Prishtinë, pra duhet të jetë një mori e veprimesh dhe një zinxhir i fortë i bashkëpunimit të gjitha institucioneve për të vetëdijsuar dhe për të luftuar këtë dukuri. Dhe nemi kështu drejt fundit të bisedës bashk, ku është procedura penale për momentin për Alp Kings? Tham që një person është dënuar vetëm po për të tjerë. Çfarë pritet, cilat janë hapat e ardhshëm? Tani, u thash edhe më herët që në fillim të
hetimeve, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka dalë me një prononcim ku kishte njoftuar që janë arrestuar 7 persona. Disa prej tyre veç se kishin pranuar fajsin, madje njëri prej tyre në momentin që ka pranuar fajsin është liruar nga masa e Paraburgut dhe sot e kësaj dite gjendet në Arati, që personalisht mendoj që ka qenë shumë e gabuar lirimi i tij në procedurë të rregullt, ndërsa antari tjetër i grupit është dënuar në marzin e këtij viti me 21 muaj burgim dhe 5.000 euro gjop, që prap mendoj që është një dënim i ulët dhe jo adekuat për dëmin që u është shkaktuar viktima dhe shoqërisë në përgjithësi, ndërsa për personat e tjerë është duke vazhduar procedura për veprat e tjera penale që është cenimi, është tëngimi dhe është shantazhi. Deri në këto momente pra kemi vetëm një person të dënuar dhe ai është njëri prej administratorëve kryesor të grupit. Në fakt, nuk do shohim se çfarë do të ndodhë në fakt edhe në shkallë të dytë, po edhe me personat e tjerë, dhe unë realisht shpresoj që drejtësia të vihet në vend në mënyrë që edhe besimi në organet e drejtësisë të rikthehet në publik. Unë e thash që në fillim, shpresoj shumë që deri në këto momente ku ne po flasim, Prokuroria Themelore në Prishtinë të ketë apeluar këtë vendim në shkallën e dytë, sepse konsideroj unë, po edhe me gjithë ata që kemi pasur rastin të bisedojmë, që dënimi ka qenë i ulët dhe nuk është një dënim meritor në raport me dëmin që ka shkaktuar, po ashtu besoj dhe shpresojmë shumë që do të bëjnë të gjitha përpjekjet për ta sjellur pranë drejtësisë personi i cili është në Arati tash disa muaj, si dhe të mos vënohet procedura për personat e tjerë për të cilët veç se është ngritur ata akuza, sepse zvarritja e procedurës dhe mosmarrja e dënimit të merituar zbej besimin në organet e drejtësisë, po edhe në anën tjetër mund të demotivoj viktimat për të denoncuar rastet e tilla në të ardhmen. Në fakt kemi shprehjen që drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar, kështu që mos të vjen situata edhe deri në atë pikë. Unë ju falenderoj shumë për kohën që nda dhe që folëm. Unë jam e bindur që ne do jemi në kontakt edhe në periudhën në vijim me gjitha zhvillimet tjera mbi Alp Kings, por jo vetëm. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Ditë të mbarë.